më bëni përshtypje një sen që e thema herë, që the se një pi gabimeve më të mëdha që është bu prej vitit të tëllone, këtu më katastrofale është greva e 3 shtatorit. Pse? Sepse greva e 3 shtatorit në kontekstin e kohës, unë kam qenë kundër. Do shta kam qenë i vetmi që kam kundërshtu në atë kohë që zban më bo greva. Dhe ma vonë ku morë vesh që Rugova ka qenë, Ibrahim Rugova ka qenë kundër grevës, po që s'ka morë kurajë në medalje me thonë që zban më bo grevës. Me pa thonë, Ibrahim Rugova zban më bo greva, besoj që nuk ishë bo. Po pse ka qenë kes me bo grevë? Ka qenë kes sepse ja mundësoj Sërbis me i përjashtu krejt punëtorët për i punë, edhe me nëzonë pozitat. Ndryshe kish me qenë situata kur të shaltë kohë e luftës, me pa qenë shqiptarë në për puna, në për vendet të dyre të punës, e ndryshe kur i në konkret out. Për një dekatë. Po, për një dekatë të tërë. E kjo e ka, unë besoj që kjo ka qenë një shumë thonë aktivitet i inteligent i Sërbis për me shqiptarët me largu sa ma në mënyrë ma efektive po më dojë pe institucionëve, pe punës, pe i krejtë. Ka orë punë, ja u ka hjek klasën politike, tash ka hjek edhe pe institucionë për me bo aktin final me zbu. Edhe mës të shkon intervenimi i NATO-s, ai do më thonë qëllimi ish arrit 100%. Sot shqiptarë në Kosovë s'kish pas. Thjesht, kjo është, prandaj ka qenë veprim i gabuar.